Ne sot flasim për ushqyerjen, ne sot flasim për një edukim shëndetësor mbi ushqyerjen, por nëse prishet gjumi, nuk rregullohet asnjë parametër fiziologjik në trup. Deri diej, thuajse truri nuk kishte sistem limfatik. Pra, deri dje, ose pak kohë më përpara, thuajse truri nuk kishte mekanizma filtruese. Ama sot truri ka. Dhe quhet sistemi neuroglimfatik. Pra, neuroglimfatik, ku gjatë natës, ku ne jemi në gjumë, truri pastron ato papastërtit e veta të cilat kanë mbledhur gjatë proceseve të ditës. Sepse truri, mos harroni që është rreth 80% e masës ti produkt vajor. Pra truri është një organ vajor dhe kërkon ose shpenzimet e tij të ATP-s apo të adenozin trifosfatit janë në nivele të larta. Dhe nëse truri gjatë natës nuk pastrohet nga gjumi, atëherë ne nuk mund të jemi të shëndetshëm. Kemi agresivitet, kemi harres, kemi agjitim, nervozizëm, jemi më shumë ofendus dhe kemi probleme me sistemet e organeve, me mëlçin, me funksionin ekskretor, madje grumbullimi i plastikës në trup shkakton dhe myk ose infeksione të traktit urinar. Dhe këto mos e shumti vijnë nga, mund ta themi, nga neglizhenca e këtyre hapave të vegjël, të cilat ne mund t'i marrim si hapa të cilat nuk janë të nuk mund të bëjnë dot në një kategori të madhe ose nuk mund të bëjnë dot një krahasim të madh në jetë, por me kujdes. Shishet plastike nuk duhen përdorur, sepse përmbajnë bisfenol fitalate. Pra këto janë deri diku mikroplastika që depërtojnë me anë të sistemit të rrezës, pra përthithen me anë të enterociteve dhe mund të shkaktojnë efekt toksicitar. Pra toksicitet intestinal, permeabilitet të membranës apikale, permeabilitet të membranës bazolaterale, permeabilitet të lumenit apo të enterociteve apo qelizave enterokromafine. Kujdes, unë këtu kam treguar veshkën, dhe veshkat kërkojnë ujë të pastër. Mundohuni që në shtëpi tuaja të formoni një sistem, pra të formoni një sistem filtrues, të formoni një sistem elektrik filtrues, ku ky sistemi filtrimit të jetë deri diku i shëndetshëm për konsumimin e ujit. Pra uji mos të jetë nga plastika, por të jetë i filtruar dhe të jetë i pastër. Nëse nuk arrini ta bëni dot të gjë, të paktën mundohuni që ujin si familje, sepse kjo me të vërtet është një burim i madh për sëmundje të ndryshme, duke filluar që nga problemet më të lehta, si kujtesa, si harresa, si ofendimi, si paragjykimet, dhe deri diku degradon në sëmundje më të ndryshme. Pra ulet sistemi imunitar, ulet pjesa e përqendrimit, kujtesa dhe më pas avancon deri në problemet me mykun, në problemet me gjumin, në problemet me aktivitetet e ndryshme ditore. Dhe nëse mundeni, të paktën merreni ujin, blijeni ujin në shishe deri diku të qelçit, sepse bisfenolet, fitalatet nuk janë në përqendrime po aq të larta sa janë tek shishet plastike. Dhe bisfenolet apo fitalatet këtu janë në nivele më të ulura dhe nuk janë në ato nivele cilat ndodhen te shishet plastike. Dhe më shumti unë ua këshilloj që nëse nuk mundeni dot me sistemin e filtrimit që mund ta bëni në shtëpi, unë u them që ujin ta përdorin në shishe qelçi, sepse ndihmoni veshkën që të bëj proces ekskretimi. Pra, ne marrim ujë, por ne harrojmë që sistemi gastrointestinal vetë prodhon vetë 7 litra elektrolite lëngje. Ne gjatë ditës sa mund të marrim ujë? Rreth 2 litra. Po sa njerëz ka që nga ky ujë që përdorin, ndihen përsëri të dehidratuar, sepse nuk pin ujë, por marrin mikroplastika. Dhe përsëri dehidratohet veshka, kur sistemi gastrointestinal duhet që të prodhoj rreth 7 litër ujë. Pra, këtu përfshihen elektrolite, përfshihen bikarbonate, përfshihen natrium, përfshihen kalium, përfshihen sodiumi, përfshihet deri diku kloruri, pra ne i themi tretësira të ndryshme ose elektrolite, minerale të ndryshme, lëngje, të cilat to lubrifikojnë, krijojnë peristaltikën, kompleksin mioelektrik intestinal, potencialin membranor të aktivitetit qetësisë muskulaturës së lëmuar. Pra sistemi tretës që të përthithi nutrient i duhet ujë, rreth 7 litër ujë që të prodhoj. Por ama ç'a do përthithi? Nuk ka çfarë përthith, se ne marrim plastik. Edhe ngec, krijon sëmundshmëri, krijon çarje të proteinave të cilat quhen zakonisht
vilinat, spektrinat, prokaderinat, deri diku proteinat cilat mbajnë të lidhura muret e zorës, ting junction, ato cilat quhen vilinat, spektrinat, prohormoninat, prokaderinat, klodinat, aklaudinat, ose desmogleinat, plakoglobinat, kolinat, dhe këto dobësojnë dhe mbeturinat ushqimore, grimcat e ndryshme, gazrat e ndryshme, acidi laktik, produkte cilat janë gaz metani, etilalkol, butilalkol, acid laktik, hynë brënda, peroksidi hidrogenit, acidi sulfidrik, gazi sulfidrik dhe shkaktojnë problematika në mëlçi dhe në veshka. Pra kujdes me konsumimin e shisheve plastike, sepse këto shkaktojnë, pra këtu në qendrën deri diku pas syve është një nukleus i cili quhet nukleusi suprakiazmatik. Dhe nukleusi suprakiazmatik nëse dëmtohet, atëherë e merr informacionin gjendra pinale, e cila ndodhet midis dy kolikujve superior dhe gjendra pinale është organi i ciklit rregullator që rregullon, që drejton ciklin gjumëzgjuar, dhe dëmtimet nga nukleusi suprakiazmatik nëpërmjet plastikave dëmton gjendrën pinale dhe dëmtohet gjumi. Dëmtimi i gjendrës pinale, e cila ndodhet midis këtyre bërthamave të cilat quhen kolikulus superior, çfarë bën? Dëmton dhe qendrat auditive, të cilat janë në corpus geniculatus medialis dhe qendrën primare vizuale, e cila quhet corpus geniculatus lateralis. Pra plastika dëmton dhe funksionet e trurit, jo me plastik, por më së miri të konsumohet me shishe qelçi. Do thoni ju, çfarë duhet bëjmë për të minimizuar dëmet e plastikës, sepse është një problem serioz marrja ose grumbullimi këtyre mikroplastikave në tru. Duhet përdorim sa më shumë ushqime me antioksidant, duhet flem shëndetshëm, nuk duhet qëndrojmë në telefon dhe është e mira që të agjërojmë her pas here. Pra mos e harroni. Sot, një ndër problematikat më kryesore të njeriut nuk është uria, por është nga që njeriu ha shumë dhe ka mungesë dopamine. Pra njeriu konsumon shumë ushqim dhe ka mungesë dopamine. Pra sot, si është ajo fjala e urtë, më mirë të dish se sa të kesh. Por sot njeriu, nga varësia e ushqimit, nga vartësia deri diku e egoizmit të tij, ose nga pengmarrja e dëshirave, sepse kënaqësinë e gjen te ushqimi, kënaqësinë e gjen te një rrobë, kënaqësinë e gjen te një produkt tjetër material, e bën që të ketë mungesë të dopaminës dhe gjithnjë ngacmim të receptorëve të dopaminës. Si fillim mirë ishin ushqimet me antioksidant, boronicat, lajthit, shega përmban acid punikik, pra për të reduktuar dëmet e mikroplastikës. Boronica është e shëndetshme, mani është i shëndetshëm, luleshtrydhja është e shëndetshme, manaferat janë të shëndetshme. Këto përmbajnë antocianina, hidroksioksid tirukalik, përmbajnë dimetilsuberozina, dimetoksifumi-tremorgina, rozeozidet, taksadienët, përmbajnë lëndë të cilat quhen antocianina. Pra sa më shumë të errta të jenë, aq më shumë antocianina kanë, dhe këto janë një bombë me antioksidant, ku forcojnë dhe një enzim e cila quhet glutation peroksidaz, forcojnë dhe një enzim tjetër e cila është aktivatore, ku formon pjesën e betainës dhe quhet betain homocystein metiltransferaz. Pra kemi kumbullën, manaferën, boronicën, dhe këto janë super ushqime për të minimizuar dëmet e mikroplastikës. Pastaj fusim lajthit, arrat, bajamet, stikat që kanë acide yndyrore të pangopura, acidin dokosaheksanoik, acidin eikosipantonetik, që më pas ato mbrojnë membranat e shelizave. Kujdes, edhe ky çaj nuk është i shëndetshëm. Pra, edhe çaj me bustina ka mikroplastik, nuk duhet konsumuar. Dhe nëse doni të përdorni çaj, mos e përdorni me plastik. Këto janë këshilla që unë po u jap juve, që ne po u japim juve që të minimizoni sa më shumë dëmet, ose që të minimizoni në mënyrë maksimale ato hapat të cilat mund të bëni si të shëndetshëm gjatë jetës tuaj. Pra, çaj me plastik ose çaj me bustina nuk është i shëndetshëm që mund ta merrni. Më mirë konsumojeni një çaj bio, më mirë bliheni tek ato pazaret e vogla, boronicën, sherebelën, kamomilin, çajin e malit, sesa ta merrni me bustina sepse nuk ka vlerë. Dhe kishim pra shishet në plastik, çaj me bustina që ndonse është i shëndetshëm sipas deri diku mendimeve të ndryshme, nuk është i shëndetshëm sepse ka grimca të nanopartikulave plastike, pra plastika milimetrike. Më pas ne kishim edhe, këtu kemi edhe një studim shkencor, që do thonë ju, po nga po i nxjerrti këto,
Përse po flet kështu? Atëherë këto janë studime shkencore ku thuan që ato mund të kalojnë dhe mund të krijohet një efekt toksikologjik dhe këto mund të invadojnë, pra invade the bloodstream, mund të invadojnë, pra invadim do të thotë mund të përshkojnë pjesën e barierës gjaktru. Këtu janë qelizat endoteliale, këtu janë dhe astrocitet dhe nanopartikula mund të depërtojnë midis proteinave cilat quhen prokaderinat, vilinat, spektrinat, prohormoninat ose ting junction dhe mund të kapet pas një neutrofili ose pas një makrofagu dhe mund të shkaktoj inflamacion.